Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Si nisemi në për plazh, po ja. Marrim çadrat, marrim karriket e plazhit dhe arrim peshqirat në shtëpi. Kështu që ne ulëm të presim babin sa të kthehej edhe një herë në shtëpi të marrim peshqirat, të shkojmë te stacioni i trenit dhe të vazhdojmë për në Castel de Fels. Ishte një qytet e vogël që ne na pëlqeu shumë herën e parë që shkuam, kështu që po rikthehemi edhe një herë, po kësaj herë të përgatitur për plazh. Ti këtë se deti? Je gati? Më zbëci tulqëm. Hola, mi nombre es Doen. Doen, tú eres muy bonita. Swimming. Swimming? Ko? Të dete? And the water pool. Tani jemi duke shkuar te stacioni i trenit, është vetëm çerekore në këmbë, por shika një vape të mërshme. O një dog me kapsë pink. Edhe do ikim te stacioni i trenit të marrim biletat e trenit dhe për rreth 20 minuta arrim atje. Dhe që thoni juve, unë vura dhe syzet që të shohë më mirë, të zgjidhja stacionin, menduam të shkonim në Castel de Fels dhe të zbrisim direkt të stacioni i plazhit, kur rastësisht treni që morëm sot nuk ndalon të ai stacion dhe përfunduam për herë të tretë në Sitges. Po gjithsesi këtu në YouTube nuk ju e kemi treguar se është si plazh, si qytet dhe si rrugë, kështu që hajteni se sot do bëjmë plazh në Sitges. Ja, tani këtu do dalim neve te ky plazh, kështu që hajdeni. Ike dite, i ku dhe vlapet. Ian. Unë, me këtë çunin tim të vockël këtu, erdhëm pak të hija dhe thash t'ju tregoj më shumë për plazhin këtu në Sitges. Është plazh publik, siç mund ta shihni gjirin, dhe ka dushe që mund të lajeni, ka tualete publike që janë akull që mund t'i përdorni dhe nëse keni dëshirë janë këto janë tualetet dhe nëse keni dëshirë mund t'jepni ndonjë monedë thjesht për shërbimin, është domethënë super fare, shikojeni. Ja, këtu janë koshat, këtu është dushi që mund të lajeni dhe ky është gjire. Këtu janë tualetet. Ufa, çfarë vape. Sa po ngjitëm këtë malore, nuk e di a duket shumë, se nuk kam fuqi as të nxjerr kamerën, aq vap dhe aq të lodhur jemi. Tani është ora 5:30, po të drejtohemi për të stacionin e trenit, të ikim në shtëpi të lajemi. Ha goca. Të ikim në shtëpi të lajemi, të bëhemi gati dhe do dalim basdite sepse këtu në Barcelonë është festë sot. Është më duket dita kur barazohen netët me ditët që vjen vera, dita e verës, diçka e tillë. Edhe do ikim të deti se kemi dëgjuar që ka festë me zjarr, me fishek zjarre, njerëz që lahen mes natës. Ne normalisht me fëmijë nuk lahemi dot, po do ikim të shikojmë që bën dynjaja. Ajen. Nuk e di çfarë fati kemi neve, por kemi ndaluar në Gava, se si quhet ky vendi, sepse treni nuk po punon.
kishte rënë një zerr një stacion më tutje, kështu që kemi dalë këtu jashtë stacionit, po presim njerë, ka dhe një mënyrë për të shkuar me 2 autobuza deri në qendër, ku i binte rreth 1 orë rrugë, kështu që më mirë po rrim këtu, po presim të fillojë treni, edhe shkojmë për 15 minuta çerekore me tren në shtëpi. Kështu që jemi me ngarkesa dhe u kujtua dojnë që ka balonën, që tani do ngrim balonën. E kuptove janë? Më rikot balona! Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në një vlog të ri me ne. Wow, sa bukur! Sot i arritëm të zbrisim në stacionin e duhur dhe të vinim në Kastil de Fels. Tani po ju tregojmë pak rrugën në këmbë për të shkuar te plazhi dhe pse është gati 20 minuta gjysmore, po është një rrugë shumë e bukur. Kështu që hajdeni me ne që t'ju tregojmë. Neve si gjithmonë kemi ardhur në pikun e vrapës, është ora 1:30. Rreth gjysmore na shkoi rruga me tren dhe çerekore na shkoi që të shkonim nga shtëpia te stacioni i trenit, edhe pse tani nga që i kemi mësuar rrugët na duket shumë si normale. Ky është tunel, edhe del nga ana tjetër. Dhe kjo pjesë është shumë e bukur, sepse ka vetëm pallate dhe shtëpia kështu me tulla si kafe, është shumë e pastër dhe tu shikon vetëm të huaj. Shikoni, po ja tregoj edhe juve. Hajde. Bravo, mam. Erdha. Ikna që qelën të deti janë. Më në fund erdhëm në plazh. Burri si ata që vinë me gjinse. Ja dhe të karriket. Unë për vete si zonjë, ratova, jemi gati për plazh edhe pse këtu fryka shumë erë. Një çadër e ngullën, po tjetra nuk me qëndron më. O Ian. Nuk e di si kanë del të fëmijët e mi, kështu njëra është çokolat, tjetri është, si që më tha dikush të në Instagram, çokolate bardh. Çokolate bardh. Çokolate bardh. Bravo. Ndërsa unë e marr diellin, nuk kam ankesa. Vetëm ku ti bie radha, thuaj, të bëj banjë dielli si dikur. Mirë se erdhët e vlogu janë. Sa jemi lodhër. Ate kur dolëm të dete, printe e zakonisht shumë erë. Kështu që ne vendosëm të iknim, të hanim dhe një drek, të një lokal që ishte afër. Kur shkuam aty të porosisim, ishte ushqimi kot fare. Kjo thot vetëm për detje në sherë. Gjithë më në lovë truri. Dojnë, puna frenë në hajde i kjo në diqatë. A su thot mame? Ja pas kam thartu trurin këtë fëmije. Duke ardhë në plazh një ditë po një ditë jo i thartu edhe trurin. Nejse, angrëm atë. Ushqimi ishte skandal. Mami ne po shikojmë këta pa një tjetër. Pa, një tjetër. Edhe tani po kthehemi pra për të stacionit trenit.
të marrim trenin dhe të ikim në shtëpi të lahemi, të freskojmë, të pushojmë, edhe mos dalim nga shtëpia për sot se vdiqëm. O burr, na tregoj çik si kalove. Knaqë me fëmijët e vegjël. Ky vogli Pas përpara ky zhyte të rërë, çuçun me rërë në gojë. Ajo s'baj. Gruaja që do të pini i birë, do të ditë shërat. gruaja mundoj bire, po Fanta pio. Aty me rër, Fanta me rër. Se bira na trullos pak i nxehtë, pak bira na vjen gjendë gjumë dhe nuk jemi vigjilent për fëmijët. Po se nuk e skapë, të pesën në Shqipëri. E po jemi kënaq. Plazhet kanë qenë bukura. Ishim i lodh pak. Duhet një gjë që transportosh gjithë këto karrike, çadra, fëmijët, rraqet e fëmijëve. Më në fund jemi në shtëpi. Kjo është mini kuzhina jonë e vogël, që kajtë në zërë total. Edhe tani po bëjmë për të ngrënë, sepse hëngrëm te restoranti që i tregova dhe ishte skandal. Nuk e di, argjuam atë lekët, patatet ishin jo të skuqura, po të zjera në vaj. Kështu që tani po bëjmë, tani do bëjmë ushqimin që unë ditë gatuajmë kollaj, që është makarona e muspulla. O mam, të një që ku unë i them tata i qeshin. Tata tu. Ja. Take him. Yes, our father. Oh, mommy. Oh. They kisha big garden with flowers. Aty të shtëpia ime, si të loza unë, edhe bashkë me tavolinë. Shumë ide mirë. Po mami vetëm flower artificiale mund të mbaj, se prej vërtet i kalben brenda ditës, se nuk di të kujdesen. Nuk e di, do ta mendoj pak si do ja bëjmë. Ndërkohë, mirë se erdhët në një pasdite tjetër me ne. Sot kemi qëndruar gjithë ditën në shtëpi, sepse dje si që treguam ishte një nxehtësi e tmerrshme, ajo rruga për në plazh dhe kthimi na u duk shumë i lodhshëm, do ikim drejt. Edhe nuk kemi arritur të merrnim veten, domethënë kur po u kthenim nga treni, ishte ora 6 mbasdite dhe jashtë tregonte 37 gradë. Edhe tani që dolëm është një avull i tmerrshëm, është një nxehtësi e tmerrshme. Megjithatë ne dolëm sepse nuk duam që para se të kthehemi në Shqipëri, doim të ripaprovuar atë splash zonin që patëm treguar te video e kaluar. Kështu që po shkojmë sërish te Lila Diagonal. Tani është ora 6:05 dhe me shpresë vetë orës 6 do arrisim aty. Edhe të shikojmë a do arrisim dot që dohen të lart kësaj here. O zot, kemi ecur vetëm 5 minuta dhe po shkrim. Ke vapo mam? Dhe po më pysë të pësë është kaq vapë, është maksimumi maksimumet. Tu në zërën dhe të lajmet duke njoftuar që po vjen një koll po vape, edhe që temperatura dhe shkojnë deri në 50 gradë, kështu që shatë në i pikëshin, në i gjithë në freskaj. Bëj kot me ma. E po piscina ti do të dhe ditën? Apo ja? Po, unë kam qenë. Edhe unë e kam qenë, piscina. Se detin nuk e dua, sidomos të detin me rërë që jemi larg të ka. Nëmë për kalamajt e shkollaj, po për neve kur në gjithë të rëra, o zot. Por që këtu nga ana tjetër i kanë gjithë atë këpësitura, me tushe, me tualete publike, me gjitha kushtet e nevojshme që ti kësi njeri nga plazhe. Arritëm të stacioni. O zot. 12 minuta dhe të presim kështu që të vijë autobusi tjetër. Nuk e di, më duket sikur në fundjavë kam pak më rrallë autobusat, po nuk është se i kam kontrolluar gjithë. Thjesht do të presim çerekore. Ndërkohë që rruga deri atje është gjysmore, po vjen si malore, kështu nuk kemi fuqi ta bëjmë këmbë. Të marrim një taksi, të çmontojmë karrocën, ta hyjmë makinën stres vete, kështu më mirë rrim këtu në vend, në hije të freskohemi pak. Buri im duke fshirë djersën. Mame. Mam, Ian ka bërë kak. Pa, pra. Unë i vira
Ian, ke bërë kak? O Ian, ku i ke dhëmbin? Ku i ke lëmbin? Ja ku shkiti. Ku shkiti? Ju shkon ande. Puto mama. Më në fund arritëm dhe këtu që ato buzat janë kalkan, janë akull dhe ne gjithmonë kemi ftohtë, kësaj here mund të ndjenim se sa vap ishte. Edhe gjithë ishën me freskusë, o zot. Pa. Ame mama. Si qeka sot plot, më duket se do futem dhe unë me dolsin të lajmë, kështu si qeka full. Me këtë vap nuk e di. Kam përbërë shtrim me roba, kështu e lagun nga këto ujret, edhe të freskohen. Ha vishe! Sapo po më shkruante Jona, shoqja ime dhe më tha, ha, ka marrë malli, vërtet na ka marrë shumë malli për shtëpinë, po kur shikojmë këto ambiente kështu plot me familjarë, themi sa me fat që janë, sepse kanë plot ambiente ku dalin me fëmijët kënaqur dhe freskohen tani në verë. Ndërkohë që te ne për fat keq akoma kemi vetëm qendra tregtare brenda. Edhe ndonjë restorant që mund të shkosh të hash edhe të luajnë fëmijët, ose pastaj të detyrohesh të çosh në pishinë gjithkohës. O Ia, nuk knaqe? Oh, kaq. U vleckove ti? Leckova dhe janë. Si bën këmbët nga qefi ke? Gjua. O zjeve? Gjua si Të hapën cit? Ha. Të vra këmba? Bërë shumë fort. Të shof qik qantën? Mam, Ha. a mo të O sot të jemi lodhër, u futëm të qendra tregtare, dhe orë. U futëm të qendra tregtare, ishte plot me njerëz, nga që aty ishte më freskët. U futëm pak të mango, ishte prap plot me njerëz, nuk ishte ku të kaloje. Dhe kjo vajza është tërbuar fare, nuk do ta nxjerrim më. Sa. Edhe si që po ju theja, po marrim dhe një gjë për të thirë për të freskuar, se është ora 7:30 dhe këtu në orën 8 mbyllet, që të pim diçka të marrim zemër dhe të kthehemi në shtëpi për sot. Kur thonim ne që pushimet me një fëmijë ishin të vështira, që kemi ankuar kot me 2 fëmijë që kanë të merr, dhe të vish në qendër tregtare, të gjesh në një gjë që ja vlen për ta bler me ulje, me karroce dhe me donjë që është ja, shifeni se është tornado,
Nuk e di, është e pamundur. Gjithsesi unë kapa një palë atlete me ulje dhe ishin super. Do t'ja tregoj kur të shkoj në shtëpi. Hajde që tregoj atletit të më. Janë këtu të kjo jetpack. Është kutia brenda. 90% box. Do t'i vesh. Paqëm që dhe me një video tjetër.